Në orët e mëzitjes së Krishtlindjeve, në Kishën Ortodokse Apostull Pavli dhe Shenasti, kanë zhvilluar vizita përfaqësues të dy aspekteve kryesore të politikës për të bërë urimet e tyre me rastin e kësaj feste të shenjtë të Krishtlindjeve. Socialistët përfaqësoheshin nga nënkryetaria e Parlamentit Klodiana Spahiu, kryebashkiake Emiliana Sako dhe prefekti Emiliano Jani. Ata në këtë rast i uruan mikpritësve që festa e shenjtë t'u sjellë sa më shumë harmoni, begati dhe paqe në familjet dursake dhe të gjithë vendit. Përfaqësues të djallëve kryesoheshin nga deputeti Igli Cara, Petro Vokopola e tjerë, që u dhanë mikpritësve urimet më të mira për Krishtlindjet e bekuara, si dhe mbarësi në familje dhe shpresë për një të nesërme më të mirë. Vizita zhvilloi dhe ish kryebashkiaku i qytetit të Durrësit Tërheqile Gërreja me të birin Kristi Gërreja, që shkëmbyen urime të përzemërta me atë gjerasimin. Në takim ishin dhe përfaqësuesit e komunitetit musliman që i uruan mikpritësit për këtë festë të shënuar.